Pas përmbylljes së procesit të numërimit në të gjithë qarkun e Shkodrës, drejtuesi politik i PS-s në Shkodër Benet Beci, përmes një statusi në Facebook ka falenderuar të gjithë votuesit, ndërsa ka cilësuar rritjen e votave të Partisë Socialiste në Shkodër spektakolare. Në qarkun e Shkodrës, edhe pse nuk jemi forcë e parë, kemi arritur objektivin ton kryesor, sigurimin e një mandati shtesë deputeti, dhe kemi qenë shumë pranë mandatit të dytë shtesë. Kemi ruajtur epërsinë dhe fitore në Malsinë e Madhe, ndërsa kemi shënuar një rritje spektakolare të votave në Bashkinë Shkodër, një dëshmi që qytetarët po e mbështesin gjithnjë më shumë betejën tonë për zhvillimin e këtij qyteti. Fitoria më e madhe padyshim është qetësia, qytetaria dhe pozitiviteti që i dham Shkodrës gjatë kësaj periudhe të gjatë gare, si rrallë herë më parë. Edhe këtë hap e bëm bashkë me të gjithë qytetarët e qarkut ton. Për këtë ju falenderoj përzemërsisht secilin prej jush. Duket se të gjithë bashkë kemi kuptuar diçka shumë të rëndësishme. Shkodra është e para. Partia Socialiste mori 4 mandate në qarkun e Shkodrës, ndërsa Edona Bilali u rëndit e para në listën preferenciale, por nuk arriti të siguronte një mandat deputeti.